na ka ndodhur që shpesh herë na lëndojnë, ose shpesh herë na dhëm diçka. Na dhëm kur jemi përpara një të keqeje, na dhëm si individ, por na dhëm edhe si qenie sociale, na dhëm dhe si shoqëri. Dhe shpesh herë themi, përballemi me të këqijat, analizojmë ato dhe duket sikur rim duar kryq, dhe sikur këto nuk janë pjesë tona që duhet i zgjidhim. Në fakt, gjithmonë ka pjesë zgjidhjeje, dhe pjesja më e fuqishme e zgjidhjes është ta përballosh atë për të bërë zgjidhjen e problemeve. Më pas, Nën Tereza në rrugtimin e saj të gjatë derisa u kthye në një shenjtore grua, sfidoi gjinin, e bëri veten të shenjtë kur ishte gjallë, e bëri veten misionare pa u nisur për të bërë mision. Tregoi që secili nga ne, çdo njeri nga ne, është misionar në raportet e punës së tij të përditshme. Tregoi atë që shkencëtarët e psikologjisë kanë thënë, brenda njeriut fle gjeniu, si ta ngacmojmë në mënyrë që e gjitha ardhmja jonë të jetë në emër të mirës së njerëzimit dhe jo në emër të shkatërimit. Dhe filozofia e Nën Terezës ishte, çdo gjë bëje, po hidhi pak dashuri, 2 pika dashuri. Dashuri kur vjen, dashuri kur shkon. Dashuri për atë çfarë ti je, dashuri për atë çfarë ti duhet të bëhesh. Nëse do ta shikojmë rrafshin e figurës së Nën Terezës, me figurë simbolike dhe me një figurë që dikur në Shqipëri ishte e paprekshme, madje e anashkaluar, madje pa vlerë, papritur, sot ajo kthehet realisht në figurë jo e anatemuar, por në figurë reale me virtyte dhe vlera njerëzore. Mendoj që ne të gjithë së bashku sot bëjmë një katarsis për shpirtin e njeriut dhe për vlerat që duhet ketë njeriu për misionin e tij. Të gjithë ne sot jemi misionar. Dhe nëse Nën Tereza ishte, është dhe do të jetë modeli kohrave, besoj që ne të gjithë së bashku marrim pak nga ky model për treguar që jeta është e jona, nëse me të vërtet do ta jetojmë dhe do ta vlerësojmë në çdo çast, në çdo moment dhe do t'i japim vlerën e saj. Faleminderit. Bëni punë të vogla me dashuri të madhe. Si një ritual që më tërheq pa mas, e lexoj këtë thënie të Nën Terezës çdo herë që gjendem në sallën e madhe të mbledhjeve të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, që faktikisht mban emrin e saj. E lexoj me ëndje pasi më duket që kjo shprehje është vënë tamam në vendin e duhur. Është në format të madh dhe në vend të dukshëm. Kjo këshill e mençur dhe delikate e nënës së madhe shkon mjaft bukur me ambientin ku është vënë, pasi është një ambient ku diskutohet se si të bëhen më mirë punët e shëndetit të qytetarëve. Më shumë se në çdo profesion tjetër, për mua, për ne, mjek e infermier, punonjës në mbrojtje të shëndetit, të përkushtohemi fort me tërë dashurinë tonë në çdo moment të punës tonë, sa do pak i rëndësishëm të duket, kjo do të thotë sukses. Do të thotë një jetë më shumë dhe për dikë do të thotë një jetë më cilësore. Në punën tonë fisnike të bësh çdo gjë me dashuri nuk është thjesht për humanizëm, për ta bërë vuajtjen më të lehtë, por ka të bëjë direkt me të qenit të suksesshëm, për të arritur në atë që jemi vënë të bëjmë, të shpëtojmë jetë njerëzish. Dhe pikërisht ajo grua imcake, dashuria në vepër, siç ka thënë Don Lush Gjergji, transmeton të dashuri në tërë qenien dhe në çdo frymarrje të saj. Dhe pikërisht për të, çdo punë e saj ka mbetur pasuri e njerëzimit. Kaq bukur është shprehur presidenti francez Chirac në fjalën e tij mbas humbjes së Nën Terezës. Më pak dashuri në botë me humbjen e Nën Terezës, pra.
humbi dashuri në botë me humbjen e kësaj nëne. Dua t'ju them që e dua shumë profesionin tim. Që e vogël kam pasur një tërheqje të veçantë dhe mund të isha 3 vjeçe kur i thrisja vetes doktoresha Nila. Në fakt e konsideroj veten me fat, pasi është profesioni që më shkon për shtat, është pikërisht ajo që doja të bëja dhe jam shumë e realizuar në profesionin tim. Jam prej shumë vjetësh, gati 30 vjet pediatre, onkohematologe, që në fakt është profesion mjaft i vështirë në fushën e mjekësisë. Është një profesion që vërtet të përfshin tërësisht dhe të harxhon fizikisht e mendërisht. Por përsëri, them me bindje se nëse do të gjendesha e detyruar, do të më duhej të kthehesha 30 vjet mbrapa dhe të më afroheshin tërë profesionet e botës, do zgjidhja pikërisht këtë që bëj sot. Të kesh në dorë jetën e dikujt është një sfidë e pakrahasueshme që të angazhon me tërë qenien. Në çdo çast të punës, në çdo frymarrje, jep diçka nga vetja, bile shpesh jep shumë nga vetja. Emocione të pafundme. Herë lumturohesh i tëri, por diku gjendesh dhe e cfiliture në lot, e pafuqishëm përballë një jete që humbet. Dhe në këto çaste ndodh të ndjesh zili për ata që kanë një punë në thonjza, të qetë e pa strese. Dhe ndodh të ndjesh nevojën të mbështetesh, të kapesh fort diku në një besim, në një imazh. Duaje jetën, thot Nën Tereza. Duaje kur je i fort apo kur ndihesh i pafuqishëm. Duaje kur ke frikë apo kur ke një mal guximi. Duaje jo vetëm për kënaqësitë e mëdha e sukseset e mrekullueshme. Duaje edhe për gëzimet e vogla. Ajo grua e vockël, me madhështinë e forcën e saj të pafundme, përbën vërtet një burim të pashterur inkurajimi dhe frymëzimi për sfidat e shumta e të përditshme të punonjësve të shëndetësisë. Në poezitë dhe në filozofinë e saj të përballjes me jetën, gjen shpesh përgjigjen e mençur, udhën e duhur, kurajon e munguar, suksesin me të tepër të lëvdëruar, mërinë e fshehur e të falur e të tjera vlera të mëdha njerëzore që u përkasin vetëm jetëve dinjitoze. Gjithnjë më ka tërhequr fort shikimi i saj që depërton, por me delikatesë, si një dritë e qartë, e bardhë që vjen gëzueshëm nga sytë e saj të gjallë, por herë të lodhur, herë pak të trishtuar. Çudi, por asnjëherë në fakt nuk më kanë pëlqyer pikturat për Nën Terezën. Pasi sado të bukura që të jenë, më duken larg reales. Ndoshta janë më mirë fotografitë. Arrin të kuptosh sadopak, të kapësh sadopak nga misteri i asaj mirësie të pafundme që gjen në shprehjen aq të veçantë të fytyrës, të syve, të rrudhave të saj. Më ndodh shpesh të vishtroj për disa minuta fotografitë të saj, duke u përpjekur të kaloj përtej misterit të një jete të jashtëzakonshme. Me thjeshtësinë, ngrohtësinë, butësinë e paqen që transmeton me tërë qenien e saj, me fjalën e me veprën e saj të shkëlqyer, ajo të inspiron pafundësisht për mirësi, paqe, përpjekje, që duhen kërkuar dhe gjetur atje, mes vuajtjes së atyre që kanë nevojë për ty. Shpirti i saj do të rojë si inspirim për të gjithë ne, u shpreh kryeministri britanik Tony Blair duke nderuar kujtimin e saj. Nën Tereza nuk u gjendë rastësisht në gjuhë në rrugën e shërimit të vuajtjes njerëzore. Ishte një vajzë fare e re kur zgjodhi me dëshirë dhe e vendosur udhën e saj, dhe jo për t'i treguar botës sakrificën e saj, por sepse, sikundër thot ajo vetë në vitin 1946 gjatë një udhëtimi me tren në Kalkut, ndjeu frymëzimin e ri, ndjeu thirrjen brenda thirrjes, ndjeu fort brenda saj atë që donte vërtet të bënte, që ishte prirur të bënte. Ajo zgjodhi udhën që i jepte paqe e kënaqësi, pasi sikundër shkruan në një nga meditimet e saj, pyetjes lumturia më e madhe, i përgjigjet të jesh i dobishëm për të tjerë, apo në një poezi ku